Nisim programin e Drekës edhe për sot, në pjesën e parë të tij do të flasim sërish për politikën, do të përqendrojmë vëmendjen fillimisht tek zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës e më andej tek situata e opozitës dhe aksioni opozitar. Zoti Fatmir Mediu është me mua në studio, kreu i Partisë Republikane, deputet i Kuvendit të Shqipërisë. Mirë se erdhët, kënaqësi t'ju kem në studio. Duke qenë se tashmë mori rrugë shkarkimi i zotit Veliaj nga Këshilli i Ministrave, i hapet automatikisht rruga zgjedhjeve në Bashkinë e Tiranës. Socialistët sigurisht e kanë kandidatin, e kanë deklaruar që në Asamblen Kombëtare, ndërkohë nga opozita ende nuk është publik emri, ndonse përfliten shumë. Ajo që dihet është një bashkëpunim mes Partisë Demokratike dhe aleatëve për të dalë me një kandidat gjithëpërfshirës, le të themi. Kështu që unë dua të di nga Partia Republikane, cili është sugjerimi? Po e nis me një pyetje kështu të drejtë për drejtë. A mund t'i marrë gjërat me radhë? Me radhë, okej. Ta shumë në një parashtim. Yqimeti foli, vendosi kush do jetë kandidati, si shkarkohet Erion Veliaj dhe çfarë bën partia. Por kjo s'ka të bëjë as pak as me kushtetutën, as me rregullin dhe as me ligjin. Për fatin e keq, jemi në një moment ku vendos vetëm njëri dhe nuk respekton as procedurë dhe as kushtetutë. Personalisht, as kam pasur, as nuk kam në i vlerësim në pikpamjen politike dhe njerëzore për Erion Velin, edhe për mënyrën e sjelljes tij politike, apo edhe rolin e tij sekretar bashkie. Por thënë këto, absolutisht nuk i mohoj absolutisht asnjërin që elementet që i garanton kushtetuta dhe nga ligji i gëzoj. E kishte fjalën për kërkesën e tij për të folur në mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Edhe për mënyrën se si trajtohet çështja. Për gjithë e ka. Aspekti juridik, po thoni? Aspekti juridik, absolutisht, sepse besoj siguria juridike dhe aspekti juridik është i rëndësishëm. Duke filluar që nga prezumimi i pafajësisë apo element tjerë të rëndësishëm që kanë bëjnë me një proces. E kuptoj. Nuk bëhen proceset as në media, as në këshillat e lagjeve si dikur, nuk vendos as byroja politike, as yqimeti sot. Duhet parë se si vendos rregulli, kushtetuta dhe ligji. Se ajo që kam gjithë shqetësimin tim, kemi tashmë një pushtet absolut korruptuar, se pushteti absolut pjell korrupcion absolut, por krijojmë dhe një autoritet moral të korruptuar në anën tjetër që gjyqësorit japim çdo lloj autoritet moral që mund të bëjë çdo gjë, pavarësisht çfarë thot kushtetuta, çfarë thot ligji dhe çfarë thot kodi penal. E kuptoj. Dhe do të thonë atë që vuaj vet nuk mund t'ia uroj ta vuaj askush tjetër. E kuptoj. Pra kjo është e para. Do të thonë kjo është një procedurë, një proces tërësisht, do të thonë për gjykimin tim, për interesa që nuk kanë të bëjnë as me drejtimin e Bashkisë Tiranës, as me respektimin e ligjit dhe kushtetutës, por me interesat konsolidimit të pushtetit të një njeriu, të zotit Rama. Pastaj vim tek çështja e dytë. Unë mendoj që opozita me gjithë kushtet e një farsë elektorale tërësisht të hapur në zgjedhjet parlamentare, të cila u deklarua si e tillë nga OSB Odiri, me ndërhyrjen e krimit të organizuar, kartelet drogës, administratës publike, patronazhistëve, gjithë këto elementë që manipuluan zgjedhjet, është e detyruar që të përballet zgjedhje. Nuk mund t'i bëj bish zgjedhjeve. Por duke i bërë të qartë qytetarë shqiptarë që kjo përballje është për t'i përfshirë qytetarët në një proces kundër skeqjes, dhe duke mos u ndalë asnjëri. Duke thënë këtë, është shumë e rëndësishme që të gjenden një kandidat i cili është gjithë përfshirës. E kuptoj. Dhe mendoj që do ishte shumë gabim që një partit politike të dalin me emrat. Praktika jonë ka treguar që është shumë herë më mirë kur ne konsultojmë në një masë të gjerë partive politike parlamentare, jo vetëm ato që kanë qenë dhe janë në koalicionin me Partinë Demokratike, por edhe partitë e tjera. Dhe ne po përpiqem ta ndërtojmë këtë proces në rrugë komunikimi të ndryshme për të parë dhe opinionet që vijnë nga partitë e tjera parlamentare, si mundet që ne të arrijmë në një kandidaturë e cila është më gjithë përfshirëse. E kuptoj. E cila nuk përfaqëson vetëm një parti politike, qoftë kjo PD-ja apo PR. E kuptoj. Mirë, e kuptoj atë që ju thoni se ndoshta nuk është e udhës të publikohen emrat, po të paktën ju mund të na thoni nëse nga Partia Republikane ka një sugjerim për një emër të përveçëm? Nuk kemi që mund të vinë nga radhët tuaja. Nuk kemi diskutuar për këtë çështje, por ka mendime për emrat, cilat do të thonë jo domosdoshmërisht janë pjesë e strukturës Partisë Republikane. Unë mendoj që duhet të jenë njerëz cilët e tejkalojnë vetëm kostumin politik, duhet të jenë do të thonë më tepër me një kostum qytetar dhe gjithë përfshirës, siç e thash edhe më sipër. Dhe padyshim që të vinë ndoshta nga shoqëria civile, mendoni apo? Po si aktivist politik, si shoqëri civile në të gjitha pikpamjet, do të kur një kandidat kandidon në emër të opozitës, padyshim që do të thënë i përket politikisht opozitës. Pavarësisht se është në një pozicion politik të caktuar apo nuk është një pozicion politik të caktuar. Kështu që ka dhe zonja dhe zotëri të cilët do të thënë plotësojnë këto kushte, ndoshta për të qenë do të thënë shumë herë më mirë se ai që ka qenë përpara në Bashkinë e Tiranës apo edhe zonja që kandidon për Bashkinë e Tiranës.
ju keni mbërritur në këtë pikë për shkak të refuzimit që ka ardhur tashmë i kuptuar, se ndoshta nuk është artikuluar qarta, si po është kuptuar, nënkuptuar, nga Tabaku dhe Ilir Ali Mehmeti? Jo, nuk do isha, që t'jemi sinqer, nuk do isha për Tabakun edhe Ali Mehmetin, kam vlerësim maksimal për ta dhe mendoj që janë kandidatura të jashtëzakonshme, por duke parë